Kur kum shkru libër për meditim, me që shqiptarët nuk e kanë diçka meditimi, po shumë gjarje e kum po që Hashim Thaçi edhe Kadri Veseli do të lirohen. E ata dy tjerë? Nuk i kum po. Po nëse këta dy lirohen, ajo është si rrëdhoj, se Hashimi po akuzohet i pari, Kadria, tani këta, unë atëherë si rrëdhoj, po nuk i kum po, nuk me thot diçka që si kum po. Nuk është që mendim, nuk është analizë, opinion, është pamje, tani mund të ju spjegoj në nivel shkencor. E për ata shqiptarë që kanë shku në Hagë edhe kanë deklaru kundër Hashim Thaçit akuza, kina i mendim profesor? Unë thash, dikush të më ka vjedh viçin, ai tjetri. Ata që në shku Hagë do jenë publik, do jenë pa publik, unë thash, argumentet, unë nuk i di, nuk mund të jap gjykimin, po ne shqiptarë do të mu ballafaqu me gjyqin, me të drejtën, dhe kjo re, të themi, një re që nuk vele dritën me depërtuar shpejt, po pengon me Hagën besoj do ndriçohen gjërat dhe Kosova fiton me që është tani nuk mund ta zhbejmë, është prenu nga shqiptarët mendoj që vetë Hashimi e këta që kanë incu e din mas mirë që s'kanë pas fajk, edhe këto do të burnis psikologjikisht, po pse Hashimi insistoj mu ba? Po daj mu pas tu si kishbo? Me pas në i halë. Kjo është analize imja. Absolutisht, me pas Me pas halë, unë për shamë, me pas dit, unë kisha ato delegatve. E kisha ato delegatve, mu se bani për bura. Se e kumë vro filoni? Hashimi në atë ko ka pas fuqi. Po kam bujtë edhe mësë me bo? Absolutisht. Hashimi në atë ko këgja shefi ma. Pro, si një përfundim ja unë profesor, si pas ti historia, qka do të ashpoll Hashim Thaçin? Ato nuk e di, ta presëm gjyqin, mos të lojmë gjyqin rahat. Po s'ka rëndësi gjyqin, na po flasmi për historin. Historia në zonësit, dhe me thonë, fëmi tonë, qka kanë me mësur histori për Hashim Thaçin? Për Hashim Thaçin, historia nuk shkruhet me njëherë. Zakonisht historia mas i desëm ne. Mas i qenjet e shkruhet, po. Po, kur nuk kem dikim, kur njerëzit janë të lirë, sa je president, mund të ketë manipulime. Pani dhe një mendim, qka me ndoni që kom më shkru për ish president e Thaçi? Nuk e kom mendu kur me të drejten, qka dhe të shkru një historia për Hashimin. A kanë me mësu për shambull për libra si Ismail Qemolin që shpolli pavarësinë e kështu? Nuk e, për përgjigja ka me qenë ma mirë presëm. Për shambull, për mu, faji Hashimit, faji Mustafave, krejtë ty në kryministrave, e inkuadru edhe Albin Kurtin që se kanë po gjyqin në Kosovë. Kanë pas fuqi edhe me shku, mos me shku shpiuna, me tregu ma ka vjedh lopën e që bëthuti, por më pas qenë një gjyq i mirë filt, që që kanë po krate e këta serbët, që bërë në gjyqin vend dhe i shpallën krejt pa fajshëm. Këtu është gabimi Hashimit, këtu është gabimi Mustafa, këta e ke po që ka thojnë, kur vinë zgjidhet, du të më gjithë ta që të LDK-s. Pas ta i harrojnë, vjen pozit e harrojnë. Kështu që nese unë isha në pushtet, unë e kisha bo gjyqin në Kosovë, edhe i kisha caktu edhe tuit me qenë këtu, por në kontrolën e parlamentit. Tani, ne kena vendos, tash po flasin po lovra ata shbëjmë. E përmende ma herët që thonë dhe më thonë edhe LDK-ja, e përmende edhe LDK-n. LDK-ja ka votu kundër rezolutës për gjykatën e Hagës, fakt ka abstenu. Vetë vendues janë kry me kryeministrin Kurti kanë votu për. Çka mendoni për? Unë mendoj që LDK-ja, unë nuk e di pse se ka votu e motivet ato që thash, kur vinë pushtet, po thojnë, po harrojnë ata të vdekurit, ato viktimat, se është fakt, ne nuk mund t'i harrojmë njerëz që kanë ndekë. E kush pi harron kur vinë pushtet? LDK-ja? LDK-ja para zgjidhje thot do të më zbulu, kur vinë pushtet, a erdhë pushtet, ai si quhet Mustafa. A përmenin a herë sa ishte kryeministër që të bëjmë diçka për viktimat. Tani edhe këta, ose di këto detalje, veç me pengue edhe me thosë bëj rezoluta, unë jam edhe sot që viktimat me që Kosova ose drejta dërkombëtare, e drejta e fuqizon, e vërteta fuqizon Kosovën, nuk e dobëson për mu ballafaqu me të drejten. Këto viktima, tani unë flas nga aspekti meditativ, kuantik,
nuk varroset njeri kur të mblohet me dhe, që humb. Ajo që na marr ne gjallë është vedia se që e qumë shpirt, ajo nuk shkatrohet edhe mas së vdesëm, ajo mbetet. Do me thonë, ne du të vedisohemi që njerës që ka të vdek, du të zbulohen o sot o nesër. Thojnë shqiptarët, në ka tonë teme, në Drenis, që gjaku i kur sumbë. Ju të regoj një rast, ma kujtove. Hala ime në Bëllaqevës, Që në Bëllaqevës, hollën e pas ka? Dyat i kom pas. Te Jashanis, si e ka pasem, Hasan Jashanica. Një dit, mas 20 vjetë, shkon policinë fushë Kosovës, thot unë e kom vra ato në mulli, mas 20 vite. Pse, a i shkoj haxhi, të 10 vjetë, u bo një natë e shehnandër, atë vdeku, që ka mytë. Edhe shkon policinë, thot për bire, qelësin mulli e kom vra unë. Thënë, boju mërë, po që ishtë i haxhije, thot po. Do me thot, qëka po do me thot me këta? Nuk del, nuk vorroset njeri kur mbuloj me dhej. Do me thot, është në interes të Kosovës, në interesin e forcimit të këtij shtetit të ri, që zbulohet e vërteta për shkak të nderimit të viktima dhe respektit për të drejtën dhe të vërtetën. Po veç, a guxoj më të nguç të para se me kalu tek tema Ramazonit, edhe ti nuk e kom bashiraçëm. A ke desh me shket dikan me kamion ajo? Po, shqo, unë jam rajt i kam nga Drenica. Një këtë rast të tregova para se marrë në studio, Adem Demaci, që ra puna e gjyshit kësaj haxhiut, baba ime ka, i vetëmi shqiptar që ka pru në dhomën time, kur o dalë për burgut dytë, ka qenë baba im. I vetëmi shqiptar, që për çdo ditë, jo një ditë, por një jetë e ardhë, e ka marrë Demaci me një fort kuqezi, ka qenë gjyshi kësaj që ja përmen e emrit haxhiut, Ahmet Haxhiu. Ahmet Haxhiu, po. Ahmet Haxhiu. Dhe 2 sigurimit shtetëror të dera shtëpisë tonë kanë qenë 24 vend, 2 paradite, 2 masdite. Dhe një dit, ajo më përcil ke unë isha student vitin e para, dytin, Lutfi Ayazi. Lutfi Ayazi. Një shpion, besoj shqiptar të një. Ajo më përcil ke, unë me një kamion, që e kishëm një shqitore, i bëjërësh me mytë. Edhe kësej, në trotuar shpetoj. Këtë e kom përsërit edhe në Ljubljan. Kur jam ik, Ljubljan ka nartë sigurimi shqiptar, e sërbë në Ljubljan më përcil, edhe ata kom dasht me atër me BMW, jo me kamion. Po nuk i mytë a shpetoj. Do të kiti për presurë, bravo. Sonte me që jemi